Skype do të mbyllet përgjithmonë, zbulohet aplikacioni që do ta zëvendësoj. Microsoft njoftoi se do të mbyllë së shpejti Skype pas një periudhe 21 vjeçare, duke i dhënë fund një prej platformave më të njohura për komunikimin me mesazh dhe mbi të gjitha me video. Kompania e teknologjisë që bleu Skype në vitin 2011 njoftoi se përdoruesit nuk do të kenë më qasje në llogaritë e tyre pas 5 majit 2025 dhe u bëri thirrje të kalojnë në aplikacionin Teams sa më shpejt jetë e mundur. Skype kishte 1.95 miliard llogaritë të regjistruara, por numri i përdoruesve aktiv ka rënë ndjeshëm në vitet e fundit. Sipas Microsoft, në vitin 2024 Skype kishte 27.8 milion përdorues aktiv, një rënje nga 40 milion në vitin 2020. Teams, platforma e cila është publikuar në vitin 2017, është tashmë një konkurrent kryesor për Skype, veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19, ku aplikacioni si Zoom dhe Teams filluan të kishin popularitet të madh. Microsoft ka theksuar se Teams do të plotësojë nevojat e përdoruesve të Skype për thirrje mesazhe dhe shpërndarje dokumentash, duke ofruar funksionalitet të ngjashme me ato të Skype. Përdoruesit mund të kalojnë në Teams duke përdorur llogaritë e Skype dhe mund të eksportojnë të dhënat e Skype deri në 5 maj. Për shkak të rënies së përdoruesve dhe rritjes së popularitetit të Teams, Microsoft ka vendosur që të fokusohet plotësisht në zhvillimin e kësaj platforme. Jeff Tepper, presidenti i aplikacioneve të platformave të bashkëpunimit Microsoft 365, tha se kalimi në Teams është një hap që do të mundësojë inovacion më të shpejt dhe do ta bëjë më të thjeshtë për përdoruesit. Skype ka pasur një ndikim të madh gjatë dekadës së parë, duke i mundësuar përdoruesve të flisnin falas pa paguar për kompanitë telefonike, por me kalimin e kohës dhe rritjen e përdorimit të pajisjeve mobile, platforma ka humbur terren, duke lënë vend për aplikacione më të reja si Teams dhe Zoom.